Po pajtojnë vetëm unë, po pajtojnë nështë gjysma e fansave të futbollit, që e dojnë realisht futbollin, që e tha edhe mirë edhe trajneri, që ky kampionat ka pas, goxhat ka lënë shumë për të dëshiruar në aspektin e arbitrimit ose të vënjes së drejtësisë në fushën e gjelbërt. Kështu që mendoj, me atë sa pam, po pati disa konkluzione, disa pikpyetje goxha të paqarta në disa raste të egjiptianëve, gjithsesi kanë luajtur një lojë fantastike, një ndeshje. Për gjithë ata fansa që e kanë dashur futbollin sonte, kanë pas rastin ta shohin në orën 18 që gjithçka ka pas brenda për brenda në atë ndeshje. Ka pas luftë, ka pas penallti të humbura, ka pas në ndeshjen ndoshta më të keqe deri tani, më të dobët të Argentinës, prap impakti i të madhit Messi e bëri atë vetën. Ndoshta sepse edhe kundërshtari ishte shumë i fortë, me kundërsulme goxha të shpejta, tranzicionet cilat u krijojshin të egjiptianëve, realisht mu dhemsën. Pavarësisht që kemi prognozu, kemi thënë që favorit është Argentina, po gjithsesi egjiptianët luajtën me çdo atom të tyre, do të thotë gjithçka dhanë në fushë, kështu që një duar trokitje për ta dhe për mënyrën se si përfaqësuan dinjitetshëm përballë një kampione, pa u frigu në asnjë moment dhe pa ju mungu në asnjë moment guximi i tërë ekipës. Ekip e komponuar mirë, ekip e vendosur mirë, edhe ekip e disiplinuar